وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. E falenderojmë Allahun e Madhreshëm, Zotit ja shprehim gjitha falenderimet, prej tij kërkojmë falje dhe kaq mbështetemi. Për të vazhdimisht dëshmojmë se është një, s'ka Zot tjetër post tij. Për të vazhdimisht dëshmojmë se i takojnë gjithë emrat më të bukur dhe është absolut në gjitha çështjet e tij. Atij përulemi, atij lutemi dhe fuqishëm besojmë se një ditë kemi u kthy te madhënia e tij. Gjithashtu dëshmojmë se Muhamedi alayhis salam është dërguar i tij, është robi i tij, është me zgjidhur i gjithë njerëzimit. Të gjithë jemi të lumtur dhe jemi krenar që jemi ndjekësit dhe pasuesit të fesë me të cilën Zoti dërgoi Muhamedin alayhis salam. Dhe i lutemi Allah për këtë minberi, për kësaj xhamie, kur mos na ndaj nga kjo rrugë dhe mos vdesim dhe mos dalim nga kjo botë vetëm duke qenë besimtar sinqert dhe pasues të kësaj feje. Të nderuar vëllezër, shumë shkurtimisht kam menduar me jetu në këtë xhumanë hijen një porosie kuranore e shkurt, po mendoj se shumë censore dhe shumë kuptiplot. Situatën kur po jetojmë ne sot dhe lufta që i bëhet të mirës sot dhe propaganda e cila bëhet e madhe në raport me gjitha vlerat që i ka kjo fe dhe gjitha vlerat që eventualisht i kanë edhe muslimanët, ne kujton shpeshherë atë situatën e Mekës, ku ajo paria e Mekës ishin quajtur me këtë arsenalin, mu mundu thjesht me propagandu kundër fesë të Muhamedit alayhis salam. Edhe duke i bërë ofendime pe më të ndryshmeve vetë figurës së Hazreti Muhamedit alayhis salam. Në këtë situatë, ku pejgamberi alayhis salam sulmohej pe gjitha anëve, ku kishte një propagandë të egër të kundër islamit. Sikur sot, për shembull, kur në shumicën e portaleve çdo ditë e ki kanë temë për radikalizmi, ekstremizmi. Çdo ditë, në mënyrë që me utopit në kry njerëzve mirë, se për njëra për vlerave të kësaj feje është edhe ashpërsia, dhuna e terrori kështu me radhë. Në valin e këtyre telasheve që po jetojmë bashkë, po na ik vegza kanë herë neve muslimanëve, edhe na po gjuhëm e po merrëm me propagandat e tyne, pa qartësuna mirë të vërtetën tonë. Dhe kjo porosi i Kuranit e hapur e qartë në surën El-Hijr, kaptina e cila i ka zbrit Muhamedit kur i ka vdek gruaja dhe axha, është mes hijretit edhe mes vdekjes së dy njerëzve që kanë përkrah mas shumti, që respektivisht konsiderohet viti më kriz për muslimanët e Mekës, po edhe vetë për Muhamedin alayhis salam, sepse është faza ku i ka humbur dy njerëz më të dashur. Njënin relacionin e jashtëm, njënin brendshëm. Gruaja Hatiqja dhe axha ka ana jashtme. Konsiderohet shumë situatë edhe në historinë islame tonë dini që quhet viti i dëshpërimit. Që kjo kaptin i ka ardhur mund këtë situatë, e që kjo kaptin e përmban një ajet madhështor, i cili ajeti tregon Hazreti Muhamedit, e sugjeron ose e orienton çka do të më bën në mesin e këtyre propagandave, telasheve, luftave kështu me radhë. Ajeti thotë kështu: "Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin." O Muhammed, publikoje haptas të vërtetën. Publikoje haptas ato që i urdhëru, edhe mos u merr fort me idhujtar. I njërë idhujtarët. Heq idhujtarëve. Heq dorë për tyne. Të dashur vëllezër, një detaj shumë madhështor në këtë ajet, po flas në kuptimin e gjuhës. Zoti nuk i ka thonë thuje ato që i urdhënu, po i ka thonë publikoje ato që i urdhënu. A dini ku dallimi mes publikoje dhe thuje? Me thonë është veç ajo që e thu me gojë, a me publiku është në tana format. Publikimi nuk bëhet me gojë, publikimi bëhet edhe me punë, me aktivitete, me kulturë, me veprime, domthon publikoje përfshin më shumë se sa me thonë. Allahu po i thot Muhamedit, publikoje të vërtetën, qartësoje të vërtetën, le ta shohin njerëzit të vërtetën. Halli jam është që po mundona me shpjegum këtë xhumë është që na po merrem shumë të luftu të keqen. Na po dojna me rënu të keqen, legjitime o kjo. Po na hala nuk e kem ngrit të mirën. Na hala nuk e kem qartësu të mirën. Njerëzit kanë nevojë me pa të mirën që është doket një herë.
Një hoxhi meqëm ka thonë, mos ja urdzoni njerëzve kasollat, se luftojnë për tu, po mëreni ja ungat një pallat, ata i lon vetë. Njerëzit kur bojnë keq, me shku aty ofër mja ofru të miren, mja publiku të miren, nëse ai ko tru edhe është i meqëm dhe nuk ka indikacione tjera, ai vetë ka menon të keqen. Po na ka njerë, për luftojnë atë keqen, po e mira nuk ka bëllë qartë. E mira bëllë nuk u publiku, e mira bëllë nuk u formu. Para ta ideja është kjo, o Muhammed, në atë periudën e Mekës, ti mundohu me publiku të vërtetën, me qartësu të vërtetën, me publiku agendën tonë me imponu. Ti ki agendë. Na problem është të na jena tonë dikon për agenda të tuja, se s'kem agendë tonën. Kush qohet me na thonë një laf, na i gjuhum, a i të të një shëni selam për nejna i gjuhum. Dhe më thonë, na jena njerëz pa program, pa platform, pa agendë, kur që atë bëna i gjuhum. Na ishtë dosh me pas agendën tonë, ishtë dosh me pas platformën tonë, ishtë dosh me pas rrugën tonë. Dhe të lejën këta zagartë anash, që janë të rëndësishëm këta funit. Na du të me pas rrugën tonë, du të me pas platformën tonë. Për ata kjo ajet qartë, zë të publikoj ato që i urdhnu, edhe heq dorë be idhujtare, mos u merë shumë me idhujtarët. Derti jonë është me promovu sa ma shumë vërtetën. Për ata njëri prej hoxhallarëve të tonë, studentët thani fjali shumë të mirë. Tha na po luftojmë shumë të keqin edhe realitetin e keq, po na po harrojna me qartësu modelin e të mirës. Na po luftojna, më falni, a po luftojmë na politikën e njerëz të korruptume, a ke mujt na me ofru një figurë që është e pa korruptune? A mujtëm na me ofru një parti që është e mirëfillt, që beson vlera, që beson Zotit? Na po thojna partitë tona të poshtra, tona të korruptune, krejt dakord. A mujtëm na me ofru një parti të mirëfillt, dhe mi thonë njerëzve, urnoni që kjo është e mirëfillt? Apo s'punu me hiqë drejtim, apo munu me punu edhe u bo lam shkrejt. Dhe më thonë, të lashe është, dhe dashur vëllezër, imagjinoni për shembull prej ajeteve interesante, Hazreti Nuhi a.s. kur i ka ardhur urdhni se ky popull ka mu faros, do të me i myt në ujton, s'binden këta mo, 700 vjet të thirë, 900 vjet, s'kthehen, ta do të me i shti në ujta. Po mirë është, hala para se me orë ujta, a dini që u dosh me bo? A për dini që u dosh para se me orë ujt? Dosh me maru anijen. E kur ka fillu Hazreti Nuhi me maru anijen kur ka fillu me maru, ai kur e nor njerëz me pyet çfarë po bën, ka thonë pe marrani anije, po çysh marohet anija midis shkretine? Çysh marohet anija nora, në fush? Ai nuk ju ka thonë aty nëse ka marrë do ujë keni më fundose kështu. Ka thonë ai kështu. Zoti më ka thonë me maru anijen edhe u kry puna. Unë e realizoj projektin tim, unë e çoj në vend urdhnin tim. Çfarë bëhet më vonë din? Zoti më ndushëm. Na ju kallzojnë njerëzve që ka marrë ujë, po anije s'kem në rregullu hala. Na duhet me ndrejtë anijen, na duhet me mëru gjithë çka që është e mirë, me publiku, me shfaq, me proklamu, me apliku, me ndërtu, edhe mrapa me to me luftu të keqen. Zhvillimi të mirës, afirmimi të mirës, publikimi të mirës është luftë e natyrshme ndaj të keqes. Hiç pa shoh të keqen. Sa herë të bësh mirë, sa herë të bësh humanitet, sa herë të folsh të mirë, natyrshme ke luftu të keqen, edhe nëse nuk e ke përmend. Problemi ku është, na shumë pezom të gojt keqen, na faktikisht për rritëm vetë keqen. Sigur ai hoxha që tha, e keqja tha ose sakuzi, me bo me shkel të kapet. Ka njëherë, mos e shkel heq. Mos e shkel se me bo me shkel të kapet dhe të bë të lash. Po mundohu me proklamu të miren. Kjo është për atyre porosive me të vërtet që Allahu i mandushëm i ka dhonë Muhammedit a.s. Ani pse ka ditë Zotin të fuqishëm që nuk e ka let Muhamedi a.s. Edhe ka thonë një ajet tjetër, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ. O Muhammed, po na dina mirë që ty po dhem zemra që po folin ata. Po na di mirë që nuk ka fort let me i duru këtë të shame. Nuk ka let çdo ditë me na thonë ekstremista, terrorista, dhunshëm, nuk ka let na dhem zemra, na ngushtohet gjyksi. Po nuk ka rrugdalje tjetër, fasabbih bihamdi rabbik, ktheu Zotit tan. Madhroje Zotin, ofroje Zotit, sepse ky projekt që pe bartëm në nësupe është i Zotit, kjo fe është i Zotit. Edhe kur të shohëm për këtë fe, ngushlimin ke me zjetë vështë i Zotit madhushë. Krejt aje që po shohëm sot, është projekt, është fe e Zotit, na po shohëm se pe bartëm misionin e Zotit. Ideja është mu ngushlimit me zjetë të Zotit, po dhe ideja tjetër është që programin e Zotit në formen më të mirë me paraqit para tjerëve.
që mos më bona sebeb njerëz më irrituar të Zotit. Edhe me thonë njerëzit sa programi keq ku ka që ky programi i Zotit. Jo sa është i keq ai, na e kemi paraqit keq. Zoti na fal, selam aleikum.